Deputeti i Partisë Demokratike Dashnur Sula shprehet se 6 nga 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit janë të papërfaqësuara në zgjedhjet e 11 majit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sula ndalet te primaret e Partisë Demokratike, ku shprehet se demokratët e bashkisë Peqin, Belsh, Cerrik, Gramsh e zgjodhën kandidatin me të cilin donin të përfaqësoheshin duke më nxjerr më të votuarin e qarkut. Mëtej Sula shton se në Selim Blus, pakistët janë problematik dhe duhen përjashtuar nga lista e mbyllur dhe ajo e hapur. 6 nga 7 bashkitë e qarkut Elbasan në listën e PD-s janë të papërfaqësuara. Në zgjedhjet e 2021-shit, bashkitë Peqin, Belsh, Cerrik, Gramsh, Librazh, Prenja si quan Partisë Demokratike, 26.583 vota mjaftueshëm për 3 mandate deputetësh në parlament, por pavarësisht këtij fakti kaq të rëndësishëm pas 11 majit, këta qytetarë nuk do të kenë asnjë përfaqësues në parlament, sepse në listën e mbyllur të PD-s në Elbasan nuk ka asnjë kandidat që përfaqëson këto zona. Në primaret e Partisë Demokratike, demokratët e bashkive Peqin, Belsh, Cerrik, Gramsh e zgjodhën kandidatin me të cilin donin të përfaqësoheshin duke më nxjerrë më të votuarin e qarkut, por në Selim Blu, pakistët janë problematik dhe duhen përjashtuar nga lista e mbyllur dhe ajo e hapur. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme nga ana ime për të pasur kontakt javën e fundit për listat me kryetarin dhe të tjera afërti, vendimi nga ana e tyre ishte marrë që këto bashki më mirë mos të kishin asnjë përfaqësues se sa të isha unë ai, thot Sula.